Për më shumë se një dekadë, liçeni i Batlllavës, një nga burimet kryesore të ujit të pishëm në Kosovë, është shndruar në një zonë të jashtëligjshme rekreative, pa asnjë kontroll institucionale. Qytetarët hyjnë lëshën për not, ndërsa barkat ilegale sfidojnë hapur zonat e mbrojtura ujore, ndërkohë që institucionet heqin dhe ja hedhin përgjegjësinë njëra tjetrës. Bilanci i tragjedive njerëzore dhe rreziku i ndoqjes së ujit shtohet çdo vit. Një vendim i qeverisë i vitit 2013 e thotë qartë se ndalohet çdo veprimtari në zonën 1 dhe 2 të mbrojtjes së akumulimit dhe se gjithçka mund të bëhet me leje. Megjithatë, kur pyeten se kush po e kontrollon Battullavën, menaxhmenti i kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina zgjedh heshtjen. Në lidhje me zbatimin apo mos zbatimin e këtij vendimi, RTK ka kërkuar nga kompania rajonale e ujësjellësit për më shumë se një muaj sqarime, por kjo kompani nuk ka pranuar të përgjigjen. Shumica e qytetarëve që e frekuentojnë Battullavën nuk e dinë se hyjnë në pjesë të liçenit që është e ndaluar me ligj. Ata vazhdojnë të notojnë, të lundrojnë me mjete të palejuara dhe të kalojnë ditën pranë ujit pa asnjë paralajmërim, pa mbikëqyrje dhe pa masa sigurie. Një gjë që s'po m'pëlqen është mbeturinat të cilat vijnë nga ne këto, ne frekuentues, është e paparashikueshme që mundet me bosh një njeri kështu vendin e vet. Unë nuk më përshkruaj çush nuk kemi kujdes të paktën me rujt natyrën, ambientin, është në favorin tonë, nuk është në favorin askujt tjetër veç tonë. Jena veç edhe vendas këtij veni, neve, domethënë unë nuk e di a është ndaluar ajo. Mu çka më pengon këto është se për me po ka shumë bretorina, domethënë po ka njerëz që s'po di as veç çfarë më thonë. Por mos informimi i qytetarëve është vetëm njëra nga problemet. Ministria e Mjedisit nënvizon se kompetencat për të mbajtur rregull në këtë pasiguri ujore janë të ndara saktë me dokumente zyrtare. Sipas këtij dikasteri, vendimi i vitit 2013 obligon drejt për drejt kompaninë rajonale jo vetëm të menaxhojë me ujin, por të mbrojë atë fizikisht. Atër mbikëqyrja dhe monitorimin në këtë hapësi nuk ka qenë mjaftueshme nga ana e institucioneve për fat të keq dhe pastaj vendimi i cili parashit që ajo është zonë e mbrojtur dhe Ministria e Mjedisit ka obligime shtesë për monitorim të hapësira për rreth liçenit Battullavës, po ashtu edhe KRU Prishtina e cila është involvuar me këtë, meqense bën furnizimin me ujë të pishëm. Këtë konfirmon edhe vendimi i qeverisë. Neni 9 dhe 10 e ngarkon kompaninë rajonale ujësjellësit për mbrojtjen e zonave të mbrojtura, si edhe ndalon qarkullimin e automjeteve dhe qytetarëve në zonën 1, përfshirë dhe ndërtimin e objekteve turistike, por ajo që shihet në terren është krejtësisht e kundërta.